Memalia i mirëpriti këtë fundjavë edicionin e 4 të aktivitetit Vjosa ime, një fest që bashkoi kulturën, artin dhe traditën në qytetin që përshkohet nga lumi Vjosa. Organizatorët zgjodhen pikërisht Memaliajin për të sjellë një atmosferë ndryshe, duke kthyer qytetin në një qendër aktivitetesh për banorët dhe vizitorët. Sipas organizatores Anila Mema, pjesëmarrja dhe interesi i treguar e tejkaluan çdo pritshmëri. Këtë vit zgjodhëm Memaliajin, sepse Vjosa është kaq e madhe, nis që nga Greqia e përfundon deri në Adriatik, kështu që lëmi është shumë i gjerë. U bashkuam në Memaliaj sepse gjetëm një bashkëpunim shumë të mirë me kryetarin e bashkisë së këtij qyteti. Vendosëm ta zhvillonim në Memaliaj dhe zhvendosja nuk ka ndryshuar asgjë në konceptin e festivalit, nuk ka ndryshuar asgjë në mënyrën se si ai organizohet, në masivitetin që krijon zhanret e ndryshme të artit, kështu që është vetëm lokacioni dhe ja ku është Memalia, ja ku është Pelena, të dyja janë shumë afër njëra tjetrës. Ky aktivitet synon të rikthejë dhe të forcojë jetën kulturore, artistike dhe sportive në Memaliaj, duke promovuar njëkohësisht vlerat dhe identitetin e zonës. Kryetari i Bashkisë Memaliaj, Albert Malaj, vlerësoi rëndësinë e nismave të tilla për gjallërimin e jetës komunitare dhe promovimin e qytetit. Prej disa ditësh në qytetin e Memaliajt është duke u zhvilluar aktiviteti Vjosa ime, zhvillohet për herë të parë në qytetin e Memaliajt, që përbër nga një koloni piktorësh Plain A, piktorët mural, kemi cirkun kombëtar, kemi grupin e fanfarës, të cilët do të performojnë sonte në qendrën e qytetit të Memaliajt. Ka një etje, mund të themi, nga komuniteti i Memaliajt, të si realisht i kishin munguar për vite me radhë aktivitetet kulturore, artistike, sportive e tjera me radhë. Një nga momentet më të veçanta të kësaj feste ishte inaugurimi i murales Heronjtë e Minjerës, një vepër artistike kushtuar historisë dhe sakrificës së minatorëve të Memaliajt. Edicioni 4 i Vjosa ime solli jo vetëm argëtim dhe aktivitete të larmishme, por edhe një mesazh të qartë për ruajtjen e trashëgimisë kulturore, promovimin e lumit Vjosa dhe zhvillimin e jetës sociale në komunitet.